Imagjinoni të jeni 8.000 metra larg në qiell, brenda një kutie gjigande metalike që fluturon me 300 km/h. Dhe papritur, një preth shpërthen direkt në fytyrën tuaj. Në një sekond, hunda avionit zhduket, kabina e pilotit zhduket. Instrumentet, timoni dhe xhami mbrojtës nuk ekzistojnë më. Jeni vetëm ju, erërat e ngrira që ulurin dhe një avion që po bie drejt vdekjes. Sipas ligjeve të fizikës, ky pilot duhet të kishte vdekur menjëherë, por ai qëndroi. Sot do t'ju tregojmë historinë e pamundur të Jules Swanson, i vetmi njeri në histori që pilotoi një bombardues të rënd, pa pasur fare kabin piloti. Bëhuni gati, sepse kjo histori do t'ju bëj të dyshoni në gjithçka që dini për kufit njerëzore. Bombarduesi B-17 ishte një bombardues i rënd masiv me 4 motor, i përdorur nga aleatët në luftën e dytë botërore, i projektuar për bombardime strategjik në lartësi të mëdha. Sot, po ju tregojmë historinë e pamundur të Togerit të parë, i vetmi pilot në historinë e dokumentuar që fluturoi një bombardues pa kabin piloti. Kjo është një parallë mbijetese që sfidoi çdo ligj të fizikës, çdo protokoll ushtarak dhe çdo përkufizim të qendresës njerëzore. Por para se të zhytemi në këtë histori të jashtëzakonshme, siguroheni që të jeni pajtuar në kanal dhe goditni atë zilën e njoftimeve, sepse histori si kjo nuk vijnë shpesh. Më 14 korik 1944, forcat aleate po mbyllnin rrethin mbi Gjermaninë naziste, por lufta ishte larg përfundimit. Thellë në territorin armik shtrihej një nga objektivat më vendimtare të gjithë konfliktit. Stacionet hekurudhore në Budapest, Hungari, kjo nuk ishte thjesht një hekurudh. Çfarëdo, kjo ishte linja e jetës e makinës gjermane të luftës, kritike për lëvizjen e trupave, pajisjeve dhe më e rëndësishmja naftës. Shkatërroni këtë dhe mund të bllokoni operacionet naziste në të gjithë Evropën lindore. Misioni kërkonte 60 kështjella fluturuese, B-17 nga grupi i bombardimit 483. Duke udhëhequr një nga këta bombardues masiv ishte 24 vjeçari, Togeri i parë, Swanson, i cili pilotonte një kështjellë të testuar në betejë të pagëzuar me emrin Mispa, me numrin e bishtit 423210. Ai ishte i ri, por nuk ishte pa përvojë. Kishte fluturuar në misione të shumta luftimi mbi Evropë, secili prej tyre një loj bixhozi me vdekjen. Por asgjë, absolutisht asgjë, nuk mund ta kishte përgatitur atë për atë që do të ndodhte në 25.000 këmbë. Teksa formacioni hyri në hapësirën ajrore hungareze, qielli shpërtheu në një makth tymi të zi dhe copash predhash. Kjo ishte flag, artilleria kundër ajrore, dhe gjermanët kishin pozicionuar mbi 200 nga tyjet e tyre vdekjeprurëse 88 mm direkt në rrugën e bombarduesve. Imagjinoni të jeni të bllokuar në një kuti metalike fluturuese ndërsa shpërthimet detonohen kudo rreth jush. Vetëm zhurma ishte e mjaftueshme për t'i çmendur njerëzit. Por piloti dhe ekuipazhi i tij vazhduan përpara. Bombarduesi i tyre masiv dridhej me çdo shpërthim afër. Mispa mori goditje pas goditjeje. Copat e predhave shpuan krahët e saj, hapën vrim në pjesën e bishtit, por ajo vazhdoi të fluturonte. Objektivi ishte drejt e para, ato stacione hekurudhore vendimtare që mund të ndryshonin rrjedhën e luftës. Në hundën avionit, Togeri i dytë, Kenneth Dudley, shënjestruesi i bombave, rreshtoi aparatin e tij të shënjestrimit, Sperry. Sekondat rodhen si orë, pastaj, me një saktësi të ushtruar, ai lëshoi ngarkesën e tyre vdekjeprurëse. Misioni u krye, ose kështu menduan ata, sepse ajo që ndodhi më pas do të mbetet e këdhendur në kujtesën e çdo njeriu që e dëshmoi për pjesën tjetër të jetës së tyre. Një predh gjermane 88 mm që udhëtonte me mbi 2700 këmbë për sekond, gjeti shënjestrën. Hunda e Mispa thjesht u zhduk, jo e dëmtuar, jo e krisur, por plotësisht e avulluar. Togeri i dytë, Kenneth Dudley, njeriu që sapo kishte përfunduar misionin, u vra menjëherë. Naviguesi pranë tij pësoi të njëjtin fat. Në një pjesë të sekondës, dy të ri
u fshin nga ekzistenca. Por këtu historia bëhet pothuajse mbi njerëzore. Shpërthimi nuk vrau vetëm 2 anëtarë të ekuipazhit. Ai shkatroi plotësisht kabinën e pilotit. Timoni që Swanson përdorte për të fluturuar avionin ishte zhdukur. Instrumentet, xhami mbrojtës, mbrojtja nga ajri -30 gradë që ulurinte me 320 km/h. Të gjitha ishin zhdukur. Ligjet e fizikës thoshin se ky avion duhet të kishte hyrë menjëherë në një spirale vdekjeje të pakontrollueshme. Qendra e gravitetit kishte ndryshuar aq dramatikisht sa mispa u ngrit lart në një ngjitje pothuajse vertikale, sekonda larg bllokimit total. Por dikë në mënyrë të pamundur, togeri i parë, Ylde Swanson, rifitoi kontrollin. Ajo që ndodhi më pas sfidon çdo gjë që dim për aviacionin. Pa kabim, pa kontrolle, ekuipazhet e piloti i tij bën diçka që nuk ishte tentuar kurrë në historinë e fluturimit. Ata e fluturuan bombarduesin me duar. Përfituroheni këtë. Brenda një avioni të ngrirë dhe të mbuluar me gjak, antarët e ekuipazhit kapen kablet e ekspozuara të kontrollit, vetelat që lidheshin me sipërfaqet kontrolluese të avionit dhe filluan të operonin ato manualisht bazuar në komandat e bërtitura të pilotit nga ajo që kishte mbetur nga pozicioni i pilotit. Ishte si të kryeje operacion kirurgjikal ndërsa kaleroje një uragan. Një tërheqje e gabuar atyre kablove dhe të 8 antarët e mbetur të ekuipazhit do të binin drejt vdekjes. Ekuipazhi i një B-17, aty pranë i pagëzuar Ivon, nuk mund të besonte syve. Një bombardues i mbuluar me gjak pa hund u rreshtua pranë tyre në formacion, duke fluturuar sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Ishte një nga pamjet më rënqetëse të luftës, por makthi nuk kishte mbaruar. Ato 200 tyta gjermane ishin ende duke gjuajtur dhe tani ishte një shënjestër e lehtë ky avion. Një tjetër goditje direkte. Këtë herë, motori numër 2 i Mispa shpërtheu në flak dhe u fik. Tani imagjinoni situatën e pamundur. Një bombardues pa hund me një motor të shkatruar duke fluturuar në 25.000 km në territor armik, duke u komanduar nga njerëz që tërheqin kablot me duar. Rezistenca nga dëmtimet po rritej çdo sekond. Mispa filloi të mbetej pas formacionit, duke u izoluar dhe duke u bërë e prekshme. Për 10 minuta torturuese, piloti dhe ekuipazhi i tij luftuan për ta mbajtur kështjellën e tyre në ajër. Çdo sekond që qëndronin në ajër ishte kohë e huazuar. Fshatrat hungarez shtriheshin pafund poshtë tyre, territor armik deri ku rokte syri. Më në fund, piloti mori vendimin më të vështirë që një pilot mund ta marrë. Mbi ulurimën e erës dhe kaosit, ai bërtiti fjalë që askush nuk donte t'i dëgjonte. Hidheni tani. Një nga një, 7 antarët e ekuipazhit u hodhën nga avioni, i tyre që po vdiste, por dikush duhej të qëndronte pas për të mbajtur avionin të qëndrueshëm gjatë evakuimit. Ai dikush ishte Ylde Swanson, i vetëm në rënojat e bombarduesit të tij. Ai e mbajti avionin aq të qëndrueshëm sa ishte njerëzisht e mundur derisa ekuipazhi i tij u hodh i sigurt. Vetëm kur u hodh njeriu i fundit, ai kapi parashutën e tij, por teksa avioni më në fund dorëzoi luftën dhe u anua në ngjitjen e saj finale. Piloti e gjeti veten të bllokuar. Forcat centrifugale e mbërthyen brenda trupit të avionit. Kur avioni arriti pikën e bllokimit dhe mbeti i palëvizur në qiell, piloti pa shansin e tij. Ai u hodh, po parashuta e tij u kap në metalin e grisur të asaj që dikush ishte kabina e tij, duke e grisur pëlhurën me forcë brutale. Në një mënyrë të çuditshme, ky dëmtim mbasi shpëtoi jetën. Nëse parashuta nuk do të ishte grisur, ai do të ishte tërhequr poshtë bashkë me bombarduesin. Piloti u hodh me dhunë larg nga avioni, duke shmangur për pak bishtin e saj. Piloti i ri humbi ndjenjat teksa binte nga 20.000 këmbë. Kur hapi syt, toka po i afrohej me shpejtësi, kishte vetëm sekonda jetë. Me parashutën e dëmtuar që mezi po e ngadalsonte rënjen, Swanson përballi me vdekje të sigurt, por teksa binte drejt tokës, ai pikasi diçka që do t'i shpëtonte jetën, një kamp gjerman për të burgosurit e luftës në mes të një pylli të dendur. Duke përdorur momentet e tija të fundit të vetëdijes, ai u drejtua drejt majave të pemëve mbi kamp.
Kurora e dendur e pemëve ndaloi rënien, por me një kosto të lartë pësoi thyrje të këmbës së majt dhe prerje të thella nga degët. Mjekët gjerman në kampin e burgut gjetën shpejt trupin e thyer të pilotit dhe i dhanë ndihmën e parë, që shpëtoi jetën. Në një nga ironitë më të çuditshme të luftës, armiku ishte bërë shpëtimtari i tij. Por këtu vjen pjesa më e pabesueshme e kësaj historie tashmë të pamundur. Kur piloti arriti në kamp, ai zbuloi se i gjithë ekuipazhi i tij kishte mbijetuar nga hedhja dhe ishin kapur aty afër. Përmes një rastësie të pastër, të 8 burrat përfunduan në të njëjtin kamp. Ata kishin mashtruar vdekjen së bashku dhe tani do të duronin robërinë së bashku. Për 9 muaj të gjatë, përmes dimrit të ashpër të viteve 44-45, ekuipazhi i Mispa duroi si të burgosur lufte, por më 30 prill 1945, forcat amerikane çliruan kampin. Lufta për këta 8 të mbijetuar kishte përfunduar më në fund. Akti i jashtëzakonshëm i heroizmit të pilotit atë ditë i dha atij gradën e nën kolonelit para daljes në pension nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara. Por shpërblimi i vërtetë nuk kishte mirënjohje ushtarake. Pas luftës, piloti u kthye në Michigan, u martua me të dashurën e tij, Catherine, dhe rriti një djalë. Gjatë gjithë jetës së tij, lidhja që ndante me ekuipazhin e tij të B-17 mbeti e pathyeshme. Në dekadat që vijuan, ata do të bashkoheshin rregullisht. Luftëtar të vjetër me duar të rreshkura dhe sy të shëndritshëm, duke ndarë histori për misione të pamundura dhe vëllazërinë që farkëtuan kur ishin pothuajse fëmijë. Piloti u nda nga jeta, patjetësisht më 28 shkurt 2009, në moshën 89 vjeçare. Ai u kujtua jo vetëm si një hero lufte, por si vetmi pilot në historinë e dokumentuar që fluturoi një avion pa kabin piloti. Ekspertët e aviacionit e quajtën atë të pamundur. Inxhinierët modern aeronautik kanë konfirmuar se ajo që piloti dhe ekuipazhi i tij arritën nuk duhet të ishte fizikisht e mundur. Historia e Ult Swanson dhe ekuipazhit të Mispa na kujton se guximi njerëzor nuk njeh kufi. Kur gjithçka dukej e humbur, kur vdekja dukej e sigurt, këta 8 të ri refuzuan të dorëzoheshin. Ata fluturuan të pamundurën, ata mbijetuan të pambijetueshmen dhe ata u kthyen në shtëpi. Çfarë mendoni për këtë histori të jashtëzakonshme? Na tregoni në komente më poshtë dhe mos harroni të pajtoheni për më shumë histori të jashtëzakonshme të guximit dhe mbijetesës njerëzore. Deri herën tjetër, vazhdoni të eksploroni të jashtëzakonshme.